Përshëndetje. Në shumë familje shqiptare, ende dëgjohet me një normalitet të frikshëm shpreha: "E është buraj, pi pak, por nuk është dhe shumë i dumshëm." E më pas vjen pjesa tjetër, më absurde: "Edhe nëna jote ashtu është rraur nga i tatë. E prap ja ju kam rritur, si jeni bërë." Edhe kështu vazhdon një zinxhir i pashkëputur traumash të trashëguara, ku dhuna nuk është më një akt i jashtëzakonshëm, por një pjesë e kulturës së burërisë. Në këtë video do të ndalem jo vetëm tek burrat që pinë dhe rrajnë gratë, por edhe tek ato gra që ndihen të pafuqishme për të kërkuar ndihmë, sepse vetë sistemi që duhet t'i mbrojë, familja, fisi, shoqëria, i thotë të heshtin, sepse është më mirë të rrajë burri yt sesa të shajnë njerëzit që ke lënë burrin. Kur pija nuk është më problem, por justifikim. Pija është vetëm një simptom, dhuna është zgjedhje. Dhe këtu qëndron ndryshimi i madh që shumë njerëz nuk duan ta pranojnë. Shpesh është më lehtë të thuash i iku mendja se kishte pirë sesa të pranosh që ai njeri ka probleme të brendshme, agresion, mungesë vetkontrolli dhe ndoshta urrejtje të akumuluar ndaj gruas si simbol i dobësisë. Por ajo që del në sipërfaqe është ajo që ekziston brenda: urrejtje, agresivitet, ndjenje pushtetit dhe bindje që gruaja është më pak e vlefshme se ty. Alkooli nuk e krijon dhunën, e nxjerr atë që është brenda teje. Gruaja që hesht jo sepse do, por sepse s'ka ku shkon. Në seanca psikologjike shumë gra të dhunuara pyesin: "Po sikur ta lë, ku do të shkoj? Tek prindrit që më thonë të duroj, apo tek njerëzit që do më quajnë të përdal, sepse dola nga martesa, u divorcova?" Heshtja e grave nuk është dobësi. Është mungesë rrugdalje. Është mungesë e të pasurit të një sistemi. Është mungesë drejtimi. Ka nëna që u thonë vajzave të tyre: "Ta durosh burrin moj. Je nënë e fëmijëve dhe të mos kesh guxim ta çosh burrin në polici." Ka vëllezër që i thonë motrave: "Turp për ne të kthehesh ti në shtëpi. Po kemi një emër moj. Mos na nxi fytyrën moj. Pastaj ke dhe fëmijët nga pasme." Dhe emri i tyre është më i rëndësishëm se trupi i rraur i motrës së tyre. Faqe zhvendoset nga dhunuesi tek viktima. Një nga mekanizmat më të shëmtuar që hasim në psikologji është ajo që quhet zhvendosje e fajit tek viktima. Kur një grua dhunohet dhe të afërmit e saj i thonë: "Po ti çfarë i them?" "Ja, ndoshta e ke provokuar ti." "Po ai pi." "Lere të flej do t'i dalë, do kalojnë nesër. Çe ngacmon kur është i pirë?" "Po ku do të gjesh burr tjetër në këtë moshë? Ja, shiko mua, ç'kam kaluar me të tatë. Ç'më gjeti? Pi, do duroj, do i dalë." Atëre bëhet një dëm i dyfisht. Viktima jo vetëm që është lënduar, por mbi plag i hidhet asaj faj. Psikologjikisht kjo të çon në një gjendje të quajtur internalizëm i fajit, ku gruaja fillon të besojë se ndoshta ajo e ka fajin për dhunën. Dhuna nuk është vetëm fizike, është edhe emocionale, edhe ekonomike, edhe seksuale. Ka burra që nuk i godasin fizikisht gratë, por i kontrollojnë çdo ditë, i fyejnë, i bëjnë të ndihen të pavlera. Ka burra që nuk i lën gratë të punojnë, u mbajnë çdo lek që fitojnë ato dhe i lën të varur ekonomikisht. Ka burra që përdorin marrëdhënie seksuale si mënyra kontrolli dhe dhune. Ka burra që nuk i flasin gruas për ditë të tëra si një formë ndëshkimi emocional. Psikologjikisht këto janë po aq shkatërruese, po aq sa dhe një grusht apo një pëllëm, sepse e vrasin identitetin dhe vetbesimin e një gruaje. Burri ka të drejtë. Kultura më e turpshme e burrërisë së sëmurë. Shumë burra që ushtrojnë dhunë janë rritur në shtëpi ku babai rrihte nënën dhe askush nuk thoshte gjë.
Ata mësuan se burëria në kupton kontrol, frikë, heshtje, jo komunikim, jo ndjeshmëri. Shumë burra janë rritur me idenë që gruaja është pronë, se martesa i jep të drejtën të shpërthejnë kur të duan ata, sepse kanë parë që babai tyre pinte dhe rrihte nënën dhe pastaj në darkë kërkonte ushqim si mbret dhe asgjë nuk i thoshte asgjë. Kjo është një trashëgimi kulturore që nuk ka më asnjë justifikim të ekzistojë në vitin 2025. Çfarë mund të bëjmë ne ndryshe si shoqëri? Të afërmit të mos jenë justifikues të dhunës. Nëse vajza, motra, kushira jote thot që po dhunohet, nuk i thua ktheu të burri ju tani, hajde. Po i thua eja këtu, do të ndihmoj. Nuk do të lë vetëm. Hajde ta gjejmë rrugën bashkë. Tjetër është të edukojmë djemt ndryshe. Që kur janë të vegjël, djemt nuk duhen rritur me idenë se vajzat janë më pak me vlerë se ata. Ata duhet të mësojnë se forca nuk është e grushti, por të vetë kontrolli. Të kemi një sistem real mbrojtje. Shumë gra kanë frikë të shkojnë në polici sepse janë përqeshur apo injoruar. Shumë kanë marrë urdhra mbrojtje që nuk zbatohen. Ndryshimi duhet të fillojë nga shteti, por duhet dhe presion publik. Psikoterapia është për të dy palët në këtë rast. Dhuna është një simptom e thellë e plagëve psikologjike. Shpesh, pas një burri dhunues, fshihet një histori dhune. Por kjo nuk është justifikim. Është thirrje për ndryrje profesionale. E në fund të fundit, heshtja nuk të shpëton, të vret me ngadalë. Nëse një grua që po shikon këtë video dhe po e përjeton këtë ferr të heshtur çdo ditë, mos i beso më atyre që të thonë se burri ka të drejtë. Ai nuk ka të drejtë, ai nuk është burr nëse të re, ai nuk është burr nëse të përdos me fjalë ose të ul edhe me heshtje. Dhe ti nuk je as e dobët, as e çmendur që do të kërkosh ndihmë. Je fort në momentin kur nuk e lejon më askënd të bëj copë e thërrime. Dhe nëse të afërmit bërtasin, mos haro që ka profesionistë, organizata dhe njerëz që do të ndihmojnë. Janë me qindra, po them, mos them me mira. Këtu në Shqipëri, du duket e çuditshme që thash me mira, po. Nga një dhënë e fundit në Shqipëri janë rreth 21.000 OJF, organizata jo fitimprurse. Pra mes tyre ka mira organizata që merren me mbrojtjen e grave. Mjafton të flasësh, sepse sa herë që një grua e dënuar ngre zërin, një zinxhir i vjetër shkërmoqet dhe thyhet. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendje. Nëse doni mund të bëni komentet tuaja. Unë do ju lutesha për një gjë, të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video që unë e the her pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshi.